Disa gabime të vogla në këtë valixhe mund kushtojnë gjoba, konfiskime ose të humbasësh para fluturimi. Ja 5 rregulla që duhet dish para se të nisësh. Derjet në duty free nuk do të thotë se mund të blesh pafund. Për shembull, jashtë BE-s lejohen zakonisht deri në 200 cigare për përdorim personal. Më shumë se kaq, quhet kontrabandë. Në bagazhin e dorës, tia lejon ende 100 ml brenda një qeseje 1 litërshe. Zakonisht pesha maksimale është 23 kg, ndërsa powerbankët, laptopi apo IQOS nuk lejohen në bagazhin që dorëzon. Kujdesu gjithashtu të mos lësh aty sende me vlerë për çdo rast. Nëse ke mbi 10.000 euro me vete, duhet i deklarosh në dogan. Ndryshe, do të kesh probleme me ligjin. Dhe më e rëndësishmja, mos transporto kurrë sende për të tjerët nëse nuk e di përmbajtjen. Çfarë ka brenda në valixhen e dorës dhe atë të check-init është përgjegjësia jote. Kështu, një udhtim i zgjuar nis që në shtëpi kur bën gati valixhen me përgjegjësi.